Shqiptari në Gjermani që ndihmoi plakën pa e ditur se ajo ishte milionere në një fshat të vogël në jug të Gjermanisë, në një rrugë të qetë ku zhurma e makinave dëgjohej rrallë dhe ajri mbante erën e barit të freskët. Jeta e një emigranti shqiptar ndryshoi përjetësisht. Quhej Ardit Hoxha, një 30 vjeçar nga një lagje e thjeshtë e Tiranës, që kishte ardhur në Gjermani para 4 vitesh me ëndrrën për të punuar, për të kursyer diçka dhe ndoshta një ditë për të kthyer në Shqipëri e për të ndërtuar shtëpinë e tij. Arditi punonte si ndihmës në një kompani pastrimi, punë që nuk i sillte as pasuri e as rehati, por që i jepte dinjitet. Jetonte në një dhomë të vogël me qira në qytetin e Augsburgut dhe çdo mëngjes ngrihej në 5 për të kapur autobusin e parë drejt punës. Jeta e tij ishte e rregullt, e qetë dhe ndonjëherë vetmuar. Në një mëngjes të ftohtë tetori, kur dritat e para të diellit po përpëliteshin mbi çatit me boj kafe, Arditi po ecste drejt stacionit të autobusit kur pa një grua të moshuar që përpiqej të ngjitej në një trotuar me një karrocë blerjesh. Ajo dukej e hutuar, e dridhur dhe karroca ju rrokullis anash. Arditi vrapoi pa menduar shumë. Einen, moment bite, tha me gjermanishten e tij të thyer. Ich helfe Ihnen. Gruaja ngriti syt. Kishte flokë të bardhë, syt gritë zbet dhe duar që i dridheshin. Danke, junger man, përshpëriti ajo dhe buzëqeshi me një mirësjellje të rrallë. Arditi ngriti qeset, e ndihmoi të kalonte rrugën dhe e pyeti nëse banonte afër. Po, dëm 2 shtëpi më tutje, tha ajo me një zë të butë, por nuk është e lehtë më, këmbët s'më mbajnë si më parë. Ai e shoqëroi deri te dera e shtëpisë. Ishte një vile vjetër, por e mbajtur mirë, me kopsht të rregulluar dhe dritare me perde të bardha. Faleminderit djali mirë, tha ajo duke i shtrënguar dorën. Unë quhem Greta Müller. Unë jam Arditi. U përgjigj ai dhe u largua pa kërkuar asgjë. Një ndihmë e përditshme që u bë zakon, ditët kaluan. Çdo mëngjes që kalonte nga ajo rrugë, Arditi e shihte zonjën Greta në kopsht, duke përpjekur të mbillte lule ose të pastronte gjethet. Her pas here ai ndalonte e i thoshte Guten Morgen. Një ditë ajo e thirri nga gardi. Djal, a mund të më ndihmosh pak me kopshtin? Aty filloi miqësia e tyre. Ai shkonte pas pune, e ndihmonte për disa minuta pa marr para. I pastronte trotuarin, i sillte ushqime nga marketi, i rregullonte ndonjë prizë. Në fillim, Greta këmbgulte t'i jepte diçka, por ai refuzonte. Jo zonjë, unë se bëj për para, ma kujtoni gjyshen time. Gruaja qeshte çdo herë që ai e thoshte këtë. Ajo kishte jetuar vetëm për shumë vite. Burri i saj, një inxhinier gjerman, kishte ndërruar jetë një dekadë më parë dhe ajo s'kishte fëmijë. Ishte mësuar me heshtjen, derisa u shfaq ky djalë shqiptar në buzëqeshje të përullët, një dimër i gjatë dhe një sekret i fshehtë. Dimri atij viti ishte i ashpër. Një mëngjes kur bora kishte mbuluar rrugët, Arditi pa që dera e Gretës nuk ishte hapur si zakonisht. Ai trokitit, por s'u përgjigj askush. Me shqetësim shkoi te komshia ngjitur, e cila i tha se e moshuara kishte përfunduar në spital për shkak të një rënjeje. Ai shkoi menjëherë atje. Në spital, Greta ishte me fash në dorë dhe me një buzëqeshje të zbetë. Nuk doja të shqetësohesh Ardit, i tha ajo, por ja, mosha bën të vetën. Ai filloi ta vizitonte çdo ditë pas pune. I sillte fruta, i lexonte ndonjë gazetë dhe kur ajo u lirua, e mori vetë me makinën e shefit të tij për ta çuar në shtëpi. Për Gretën, prania e Arditit ishte bërë diçka më shumë se ndihmë. Ai ishte si nipi, që ajo se kishte pasur kurrë. Dhe për Arditin, ajo ishte si gjyshja që kishte lënë në Shqipëri, një kujtim që i mbante gjallë ndjenjën e njerëzores në një vend të huaj, por ajo që ai se dinte, ishte se Greta Müller nuk ishte një grua e zakonshme. Dikur kishte qenë bashkëpronare e një fabrike të madhe tekstilesh në Munich. Pas vdekjes së burrit, ajo kishte trashëguar gjithçka, por kurrë se kishte përmendur askujt. Jeta e saj e thjeshtë e bënte të dukej si çdo pensioniste tjetër gjermane. Një letër e çuditshme. Një ditë pas afro 2 vitesh miqësi, Arditi mori një telefonat nga një zyrë juridike në Augsburg. Një zë i butë i tha në anglisht. Zoti Hoxha, zonja Greta Müller dëshiron t'ju takoj për një çështje personale në shtëpinë e saj. Ai shkoi menjëherë. Greta ishte dobësuar. Në tavolinë kishte një dosje dhe një letër.
Ardit, ndjej që koha po më ikën, i tha ajo me zë të ullët, nuk kam askënd në këtë botë, veç teje që më ke qëndruar pranë pa interes. Ai u hutua, mos flisni kështu zonjë, do të shëroheni përsëri. Ajo buzëqeshi, jo, e di mirë. Kam folur me avokatin tim, dua që, pas meje, kjo shtëpi dhe disa kursime të vogla të jenë të tuat. Arditi u ngriti tronditur, jo zonjë Greta, nuk mund ta pranoj, nuk kam bërë asgjë për këtë. Pikërisht se nuk e bërë për interes, e meriton, i tha ajo. Njeriu që ndihmon pa pritur shpërblim, është ai që e meriton më shumë. Lajmi që tronditi komunitetin shqiptar, kur Greta ndroi jetë pak muaj më vonë, Arditi ishte aty. Ai e përcolli me lule dhe me lot në sy. Nuk e dinte se çfarë kishte nënshkruar ajo në testament, derisa një javë më pas u thirr në zyrën e avokatit. Dokumenti thoshte qartë, Greta Müller i linte shtëpinë, një shumë prej 300.000 eurosh dhe një fond për arsimimin e fëmijëve emigrant shqiptar në Gjermani, të gjitha në emër të Ardit Hoxhës, djalit që më mësoi se mirësia nuk njeh kombësi. Lajmi u prap shpejt në komunitetin shqiptar të Augsburgut. Në fillim, askush se besonte. Disa menduan se ishte thjesht një keqkuptim, por dokumentet ishin zyrtare. Kur gazeta lokale Augsburger Allgemeine botoi një artikull për djalin shqiptar që u bë trashëgimtari i një milionere e gjermane, historia u përhap në rrjetet sociale, por Arditi nuk ndryshoi. Ai vazhdoi punën e tij edhe disa muaj të tjerë, derisa vendosi të hapte një qendër ndihme për të moshuarit emigrant. Shtëpinë që kishte trashëguar nga Greta ktheu në një hapësirë të ngrohtë ku çdo të diel mblidheshin njerëz të moshuar për të folur, për të pirë kafe e për të ndarë kujtime. Në murin e dhomës së madhe, vendosi një fotografi të Gretës me mbishkrimin: "Për atë që më mësoi se pasuria më e madhe është të kesh dikë që kujdeset për ty." Kthimi në Shqipëri. 3 vite më vonë, Arditi u kthye në Shqipëri për herë të parë pas shumë kohësh. Në krah kishte një njeri tjetër, bashkëshorten e tij, një infermiere shqiptare që kishte njohur në spitalin ku ndihmonte. Në Tiranë, ai bleu një apartament të vogël për prindrit dhe një parcel në periferi, ku vendosi të ndërtonte një shtëpi për fëmijët e ardhshëm. Kur gazetarët shqiptare pyetën për historinë e tij, ai tha vetëm kaq: "Nuk bëra asgjë të jashtëzakonshme, vetëm u solla siç do të doja që dikush të sillej me gjyshen time." Një mësim që mbetet: historia e Arditit dhe Gretës është më shumë se një rastësi e jetës. Është dëshmi se në botë ende ekziston ajo mirësi e pastër e qetë që nuk kërkon duartrokitje. Në një kohë ku shumë njerëz llogarisin çdo gest, Arditi Hoxha tregoi se njeriu i ndershëm nuk ka nevojë për plan. Ai thjesht ndihmon sepse kështu ndjen dhe ndonjëherë jeta ja kthen në mënyrën më të papritur. Në fund, historia e tyre u bë shembull për shumë shqiptar në emigracion. Në një botë që shpesh e harron mirësinë, ajo histori kujtonte se një akt i vogël dashamirësie mund të ndryshojë jetën e dikujt, ndoshta edhe tënden. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi ta ndani me ne në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin tonë për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasdites dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.